Në këto ditë të fundit të vitit, qyteti Korçës është i mbushur nga turistët e vizitorët, të cilët e kanë zgjedhur për të festuar ardhjen e vitit të ri 2026. Të shumt janë edhe emigrantët, të cilët janë kthyer për të festuar pranë familjeve të tyre, apo edhe në ambiente të ndryshme me muzikë live. Gjatë paradites, zona e pazarit të vjetër është një nga më të frekuentuarat, ndërsa të shumta janë lëvizjet edhe në zonën këmbësore e në qendër të qytetit. Për turistët dhe vizitorët, Korça është magjike në këto ditë festash, ndaj nuk duhet humbur. Nga Fieri. Keni zgjedhur Korçën për të festuar? Festat e vëdimit tani. Atmosfera ishte shumë e bukur, shumë festive, edhe gjithçka ishte perfekte. Neve na pëlqeu shumë. Vetëm çik bardhët e kishte, po. Hajde. Nga Greqia. Keni ardhur tu për të festuar? Po, Ju pëlqen atmosfera festive? po, se ka shumë njerëz, është mirë. Si ju duket atmosfera? Shumë e bukur, shumë magjike. Magjike. Korça gjithmonë për festa. Shumë bukur. Erëm Kastile nga Greqia për vitin e ri, për festat. Kemi ardhur për festat. Jeton në Greqi? Po, jeton në Greqi. Si ju duket Korça? Shumë e bukur, magjike. Korça si gjithmonë është e bukur, po për festa është magjike. Hotelet, bujtinat, por edhe shtëpit pritse janë të gjitha të rezervuara në këto ditë të fundit të vitit. Nga ana tjetër, baret dhe restorantet janë duke kryer përgatitjet e fundit për të ofruar një natë të paharrueshme të ndërimit të viteve për qytetarët, turistët dhe vizitorët e shumt.